Përfaqësoni policisë jo. Për FSK-n është kemi folur për FSK-n, për ushtrim po. Ndërtimi i strukturës ligjore policore e cila qeveris zonën e Veriut, që është u bë dhe tash. Pra, nëse keni parasysh vendin ku sot është inauguru stacioni policor, pika stacioni i policisë kufitare në Junak, është ajo pika që në para realisht 6 muajve kom filmu kamionat të kontrabandës të kalu në atë rrugë. Tash është vendos një pika aty ku policia kanë me nejt 24 orë, kanë me pas një vend ku mujt me nejt në gratë e tjere për me mujt me qëndru atje. Keni parasysh, vendosja e policisë në pjesën veriore të Kosovës ende nuk është përmbyll. Pra ka nevoj ende për mini stacione, ka nevoj ende për shtim të prezencës, për shkak se është një vijë kufitare shumë e gjatë. Po çka jam të ju thonë unë këto? Vija kufitare e Kosovës është çaq e madhe, sa nuk mundesh me rujt as me 50.000 trupa. Keni parasysh çfarë ushtrie të madhe ka pas Jugosllavia dhe i ka pas krejtë dislokum në kufinin me Shqipni dhe prap ushtria shtirimtare e Kosovës ka hyrë prej anej. Kjo është ajo çka unë po e them. Nuk muj me mbrojt kufinin e Kosovës me muskuj. Kjo vjen të ajo që kërkove ma herët për mi bon dyshimet në policinë e Kosovës, se që unë mendoj që... Kufini Kosovës mbrohet me inteligencë dhe mbrohet me pajisje teknike. A i kemi pajisje teknike më të mirat në botë për momentin? Jo. Për shkak se policia e Kosovës është e varfër në pajisje teknologjike. Keni parasysh, policia e Kosovës ende nuk ka radar elektronik, pra ende i lojnë policët e Kosovës, 4 policë i qesin me radar aty në diell 40 gradë për me matë shpejtësinë. Këtë policitë evropiane e kanë të digitalizuar këtë punë dhe kretë kanë të drejtë. Vetëm që atë një informacion, kam shumë reagime nga